Urime. Kjo është një rrugë me cilësi të lartë, me sinjalizim, 4 metra, 1,3 km, 350.000 euro. Po është vetëm një nga projektet që përbën shumë më prej 1 milion eurove që janë edhe disa rrugë tjera që do të realizohen në komunën e Shtimës. Do të vazhdojmë me përkushtimin e njëjtë, me punën e madhe dhe me mbështetjen e kryeministit, por gjithashtu duke mos harruar këtu për punën fantastike që e bën kryetari i Shtimës këtu, që ka edhe mbështetjen tonë të plot. Faleminderit kryetar, urime banorëve të gjithë. Është rruga Hysiqi që lidh lagjen Hysiqi, që është një nga lagjet më të vjetra në komunën e Shtimës, me fshatin Davidovs, përkatësisht me tranzitin e qytetit. Kjo rrugë ka qenë shumë e nevojshme, po thjesht domosdoshme për mi funksionalizu krejt këto prona edhe këtë pjesë të lagjes më të rëndësishme të Shtimës, dhe kështu me ndihmën e ministrit Basha, me ndihmën e kryeministit dhe qeverisë Kurti, ne po e zhvillojmë dhe prosperojmë çdo ditë komunën e Shtimës, ashtu siç edhe jemi zotuar për qytetarëve tonë. Urime të gjithëve në projekte të tjera të mira si kjo. Faleminderit ministër. Urime të gjithëve.